Sa kuptojnë ajo shqiftesë që është dërguar shumë e shumë kryetarëve të shteteve, ndoshta përveç atyre kryetarëve ku SBA-ja ka probleme gjeopolitike, kështu që nuk është asgjë e re. Fakti që Rama e justifikon këtë ose interpreton këtë si komardare për të shpëtuar drejtësisë dhe për të shpëtuar pushtetin e vet politik, vetëm sa tregon se në çfarë gjendje të vështirë është Rama. Gjithsesi unë në tërësi dua të them se Edi Ramën as do ta shpëtoj Trumpi, as nuk do ta rrëzoj Trumpi. Edi Ramën do ta rrëzoj populli shqiptar i organizuar mjaftueshëm dhe masivisht mjaftueshëm, dhe vetëm populli shqiptar mund ta shpëtoj veten e vet. Ne nuk mund të bijemi prej prallave politike të tipit, forca Delta që vinë rrëmbejnë Ramën apo ndonjë tjetër. Nuk është Shqipëria Venezuelë, nuk është fare raporti midis Shqipërisë dhe Venezuelës i njëjtë me Shqipërisë dhe SBA-s i njëjtë me raportin midis Shqipërisë dhe Venezuelës. Ata që kanë shpresa se pushtetarët e korruptuar do rrëzohen me helikopter, thjesht janë duke shpallur falimentin e tyre politik. Lëvizja Bashkë beson fort te populli shqiptar dhe ne jemi të bindur se populli në shoqëria jon do të përgjegjësohet mjaftueshëm në javët në vijim për të arritur atë masivitet protestash që do të jenë mjaftueshme për të rrëzuar Ramën.